Përshëndetje shikues të televizionit Klan, jemi bashkë si çdo ditë për të njohur më të rejat e motit sot në vend dhe Europë. Sipas Meteoalb, mot të qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare ka vijuar Europa juglindore si dhe Gadishulli Iberik. Por vranësira të dëndura, rreshtje shiu dhe dëbore ka vijuar Europa qendrore si dhe Europa jugperëndimore. Mot të ftohtë dhe rreshtje dëbore ka patur Europa lindore si dhe vendet nordike. Tani po njohim situatën meteorologjike në vendin tonë për ditën e sotme. Sipas Meteoalb, Shqipëria ka vijuar me kthjellime dhe vranësira të rrëpastërshme në ulëtësirën perëndimore, por vranësira më të dëndura ka patur në zonat përgjatë kufirit lindor, ku ka patur rreshtje të pakta dëbore. Pjesa e dytë e ditës do të sjellë një shtim të vranësirave në zonat bregdetare si dhe në zonat e ulta, ku do të ketë rreshtje të dobta shiu dhe të përkohshme. Gjatë natës, rreshtjet do të shtrihen në pjesën tjetër të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit kanë vijuar në zbritje në orët e para të ditës deri në mesditë, duke bërë që vlerat ekstreme të variojnë nga -2 në 14 gradë Celsius. Era ka frymë mesatare me një shpejtësi 35 km/h në drejtimin kryesisht jugperëndimor dhe kjo do të bëjë që në brigjet Adriatikut dhe Jonit të gjenerojë dallgëzimi 3 ball. Ndjekim tani tabelat me temperaturat minimale dhe maksimale për sot në qytetet kryesore të vendit, rajonit dhe Europës. Moti për ditën e nesërme sipas Meteoalb, me vranësira të dëndura si dhe rrebeshje shiu do të vijojë Europa qendrore, Gadishulli Iberik si dhe ishujt britanik, po ashtu me vranësira të dëndura si dhe rreshtje dëbore do të vijojnë sërish Europa lindore si dhe Gadishulli skandinav. Mot kryesisht të kthjellët me vranësira kalimtare do të paraqiten brigjet e detit të zi si dhe detit e gje. Tani po njohim situatën meteorologjike në vendin tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoalb, masat ajrore të paqëndrueshme do të kushtozojnë të kthjellët dhe vranësira të dëndura në pjesën më të madhe të territorit shqiptar, por më të dëndura në zonat lindore. Pjesa e dytë e ditës do të sjellë një përmirësim gradual të kushteve të motit, ku kthjellimet dhe vranësira do të jenë dominante por pa rrezikuar rreshtje. Temperaturat e ajrit do të vijojnë në zbritje në orët e para të ditës deri në mesditë, duke bërë që vlerat ekstreme të variojnë nga -3 gradë Celsius në mëngjes në zonat malore dhe maksimumi në mesditë 13 gradë Celsius në zonat bregdetare. Era do vijojë të frymë mesatare deri e fortë me një shpejtësi 40 km/h në drejtimin kryesisht jugperëndimor dhe kjo do të bëjë që në brigjet Adriatikut dhe Jonit të gjenerojë dallgëzimi 4 ball. Ndjekim tani tabelat me temperaturat minimale dhe maksimale për nesër në qytetet kryesore të vendit, rajonit dhe Europës. Ky ishte moti për sot dhe nesër në vendin tonë, në rajon dhe Europë. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë më takofshim.